ëndërronte të ishte student i mirë dhe të luante në kitar, të cilën e kishte pasion. Por në vend të kitarës, edhe pse në moshë të re, ai mori armën për të luftuar armikun në një luftë të imponuar për shkak të agresorit serb. Ridvan Tahiri, ish luftëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mori parasysh vdekjen derisa doli në vijën e parë të frontit, fillimisht në Laush të Skënderajt, në fshitësi të plot nga familja, e cila u njoftua më vonë se djalin e kishte luftëtar, pjesë të grupit të Laushës. Ai në një rrëfim për dokumentarin Ekspoze të Gazeta Blec ka rrëfyer kohën e luftës, humbjen e shokëve të luftës, dhimbjen e krenarin, pamundësinë për të ndihmuar familjen jashari dhe mungesën e bashkëluftëtarëve që sot nuk jetojnë, por që i kujton me mall. Tahiri po ashtu ka treguar dhe për punën e tij vullnetare prej 7 vitesh për të gjetur njerëz që zhdukën në zona të rrezikshme ku ka edhe mina. Thotë se Kosova nuk është ajo që kanë ëndërruar, derisa gjendja e muajve të fundit e përçarjes dhe ofendimeve, thotë se mund ta detyrojnë që të bëjë atë që nuk e kishte menduar kurrë, të largohet nga Kosova. Se do të kishte luftë kishte menduar, por jo edhe se të duhej të luftonte. Ideja nuk ka qenë për me hinë luftë kërkush, asun se kom pas idenë që një ditë kam në pjesë e luftës. E kom thonë shumë herë, thama para teje, ideja jam gjithmonë ka qenë me koni student i mirë, edhe në vend pushkës gjithmonë e ku me ndru me pas gitarën. Duke pas parasysh se jemi rritë në një region shtypun, si shka qenë Drenica, edhe shumë regione tjera, si Dukagjini, Lapi. Nuk kemi mujtë më zhvillu as në arsim, as në studime për arsye pushtuesit serb në atë kohë. Lufta na është imponu, nuk e kemi pas plan, po të flasë për vejtë dhe për shumë dhe shokët mi që kam pas për rrët, nuk e kemi pas as idenë se kemi ofut idenë të luftë. Në fakt, si pas situatës që është kriju në Drenis, e kemi ditë që një ditë do të kemi luftë, po idenë se kom pas që do të kemi pjesë e luftës. Ka qene e shtytja, agresori, dhuna psiqike, fizike, që besa dhe vrase që na kanë detyru t'i kapim push, ben aty në vegla, që thash më herë që kom pas honër gitarë. Ndonë se e ka ditur se në luftë mund të vritej, ndihej krenar se mund t'i delte përpara armikut. Kur ta bëjsh hapin e parë për me dal në atë kohë, për me dal luftë e ke ditë që të pret edhe plumi. Mundesh edhe mos më kthy gjallë familjes. Djenja ka qenë se më merr dita të paktën armikët më ja bë me dije që nga sot nuk mund të lëvizësh i lirë bashkë që shke lëvizë deri sot. Kjo ka qenë ndjenja. Lëvizjet thotë se i bënte natën vonë, teksa ndjenja më e veçantë thotë se ka qenë dalja publike e UÇK-s. Ai kujton natën kur u kthyen në shtëpi dhe disa orë më pas të gjithë ishin të rrethuar, ndërsa totalisht e blinduar ishte lagja e jasharëve. Familjen nuk ka qenë ndjeni deri vonë, deri pas vrasjes basit adem. Unë fillimisht rinin bukur të madhe kam kalu në Laush, të tezja lagja Zonollave. Një pjesë tjetër të rinisë e kam kalu bashkë me shokët e mi të ngushtë të rinisë të lagja Hazire në Laush. Edhe në gjithmonë kemi bo lëvizje zakonisht natën, s'kemi pasur qas shumë armë në atë kohë. Po të flasë për vitin 97-98 kur kemi bo roje në Laush, të veshgojmë çdo hyrje dhe dalje të Laushës mos po futen forcat serbe. Ndjenja më e veçantë ka qenë atë ditë kur është shfaq për herë të parë në publik Ushtria Shërimtare e Kosovës me herojin e kombit Muj Krasniqin, Tot Haradinën dhe Recep Selimin. Pas asaj shfaqjes, edhe pse ishëm pjesë e varrimit të mësuesit Halil Geci, jemi kthy në Laushën pjesën veriore të Laushës të lagja e Zerëve dhe kemi vendosur që nesër dalim edhe ne publikisht. Do pa maska, do pa maska, do me armë, do pa armë. Edhe kemi vazhduar ashtu deri natën kur është rrethu lagja e Sharve. Unë pikërisht atë natë prej Laushë kam shku në Skënderaj që t'i vizitoj prind, edhe më zanë ofanziva e Sharve mu në Skënderaj, ku dhe më detyru mi t'regu babës, si jem pjesë e grupit Laushës. Ato e kanë marrë vesh. Ridvan Tahiri, apo Eriki siç e quanin, kujton buzëqeshjen për plot krenari të babait kur i tha se ai ishte pjesë e grupit të Laushës dhe frikën e nënës për jetën e tij. Qysh e kemi zakonin në Drenis, me një familje si ne që jemi 5 vllazën, e shumë djemtagjës,
mos me pas një ose dy në luft, nuk ish moni dhe baba jam mirë, ose nona. Baba ka pos shesh, e kup ditë që është krenar me ato që e i tregova, se cila non ka vujtës, si nonat që i vujnë ma shumë për fëmijët e tyre, nona nuk e ka mirëprit mirë për arsye se kam qenë shumë i ri. Po e kalum diqysh, që thojnë një fjallë popullore, o harnum dhe ja dolum. A i rrëfem për notën kritike kur Adem Jashari me familjen e tij u rrethua nga agresori serb dhe reagoi ndaj tij deri në rënien heroike. Tahiri tregon se ka qenë e pamundur të dilje nga shtëpia në atë gjendje rrëthimi, pavarësisht dëshirës që t'u dilje në ndihmë Jasharëve, duke ju përgjigjur atyre që thonë se familja Jashari nuk u ndihmua. Atë natë kur ka marrë Skënderajevën, ka qenë 3 apo 4 marsi, se ka marrë dikun në 2 natës. Gjithmonë lëvizet tash të merret e kemi bo natën, që mos me na vrejt. Ata dashakqinjet, edhe në ora 5:30 apo në 6, sa më kujtohet, ka nona më mëzu për gjumë dhe thot, që se në kanë rrëthëku serbët. Në fakt, të gjitha lagjet, të gjitha shtëpitë në Skënderaj ditë kanë qenë të rrëthune. Përveç lagjës Jashari që ka qenë blind, ose ta me rrëthëkune, po e blindume. E kom një farë frike për arsye se nuk e disha sakt a kanë ardhur për mu, am ka pa dikush të u kthy natën, se lëvizshëm me do pallto të zeza për mi mbulu armët. Edhe s'kam pas shumë as 10 sekonda, 20 sekonda të mendoj se qysh me pështu tash nonën, motrën edhe një vëlla të vogël. Edhe me dosi të tregoj babës, të tham që nëse na ndodh diçka dijeni se unë jam grupin e Llaushës, të rojev të Llaushës. Kështu që bëma halal, parse ndodhe me e keqja. Gjatë bisedës së sipër e kemi pa që ju kanë vërsul basit Adem, ku e zhvillu një luft jashtëzakonisht e rrept, një luft jo e barabart, për arsye se ju kishte këndërvu një shtet, një familjes. Unë e kom thonë shumë herë, thamë dhe tash, qëllimi serbëve ka qenë që të mposhtin basin Adem për një orë luftime. Po të kanë hasë në rezistencë jashtëzakonisht madhe dhe normal që zgjati lufta 3 ditë, për arsye se i madhe i vogël në atë familje, në atë shtëpi, ju kanë përgjigj zjarit. Unë nuk kam mujt me dal, jo vetëm më pas kusha ditë s'kam mujt me dal nga Skënderaj apo nga Llausha që t'i vim për forcime. Basit Adem se kam dëgju shumë zana thojnë, folin ata që kanë jetu tani jetën në Evropë dhe nuk e kanë dinë se çysh është zhvillu lufta në Kosovë. Ku e një utrima si një mut Basit Adem. A ditë me pas qenë, kratë me pas nuk kështë mujt me him për kazë. Me i dal ndim familjes Jashari. As nga Llausha, as nga Skënderaj. Përveç ata që i ka pas për rreth afër ta çujnë shtëpinë lagje, siç ka qenë shtëpia e Basit Hamit në sal, të cilët ju kanë kundërpërgjigj serbët që t'ja nalin hovin mos të vazhdojnë ma poshtë. Ka qenë një pjesë e kodralive, lagjes kodra, lushtagëve që ju kanë përgjigj. Aq sa kanë mujt, edhe ma shumë s'ka mujt me bë kërkosh atë ditë. Domethënë 3 ditë kemi qenë në rrethim të hekurt, ku s'ka mujt askush me lëviz. As prej shtëpie, mos tham prej një shtëpi, po prej shtëpies vetë s'ka mujt me dalë në barë. Po të flas ato që ja kam pa unë, e jo ata që ja kanë pa prej perëndimit edhe sot folin shumë lehtë. Kjo thotë se ka qenë shumë vështirë, derisa të gjithë e kanë pritur se do të jenë në radhë pas familjes së Adem Jasharit. Është shumë e vështirë për arsye se nuk e din çka ka ndodhur, se nuk i shans me shku me ndihmu. Po mbi të gjitha, një nënon e ki një farë ideje se është ka zhvillohet një luftë rreth mes një familjes edhe një agresorit shtetëror. Po pas asaj e ki rendin ti. Dhe me thonë janë ato mendimet e trubullta. Nuk janë të gjitha shtëpiat në Drenis, të gjitha familjet në Drenis, Adem Jashara. Në atë kohë nuk kanë qenë të gjithë si Adem Jashari. Nuk kanë qenë të gjithë që kanë pas armatim. Ka pas shtëpi që ka pas një armë. Po me një armë nuk e mujt me ju kundërvu një shtetit. Bac Adem ka pas pak të shuj armë, sa për me ju kundërvi 2-3 ditë. Me ju kundërvu, dhe me thonë, forca serbe. Menoj që të kishte pas armatim ma shumë, do shta kishte zgjatë me javë. Ish ushtari i UÇK-s që ishte pjesëmarrës në varrimin e familjes Jashari, tregon si e mori lajmin për rënien heroike të saj. Në fakt lajmin e kemi marrë ditën e tretë ku edhe vetë familja jam, kushërit e mi, edhe lagja jonë jemi ata që kemi vendosur të varrosim familjet Jashari. Me të nderuarin profesorin Xhafer Murtazaj, i cili ka qenë organizatori kryesor, kushëriri, ka qenë ndjeri Ilmin Nureddini, pjesë e minqësisë familjes Adem Jashari.
Atër kanë vendosë që trupat e jasharëve mos t'i lanë në duar serbe për arsye se ata vetëm i shhap një grop që t'i fusin dhe t'i zhdukin gjurëmt. Kanë vendosë që lagja Klina Olt, ta morin përsipin varrimin e familjes jashare dhe mos t'i lanë në duar serbe. Nuk ka qenë e lehtë as kjo pjesa e varrimit për arsye se kanë qenë të gjithë kërcënuar, të shantazhuar ta quaj edhe me minuta që kanë pas atë limitin se kur do të mi varros. Pas fatin e keq që t'jemi edhe në pjesat i varrimit me gjithë familjen temë dhe kushërit e mi. Historitë që shumë të rinj mendojnë se janë histori filmash, uron që të mos përjetohen më kurrë në Kosovë. Ai thotë se dëshmorët i kujton me krenari e dashuri, por edhe mërzi. Mi arru nuk i harrojmë kur, mirë është me kujtu në vetë. Mirë është me ja kujtu edhe tjerve, në rrasë se dojnë me dëgju, në rrasë se nuk dojnë me dëgju, atërë se shumica e qytetarëve të lindur pas luftë mendojnë që këto storja të në filma. Dhe është zoti, po lutëm nga ky vend që kur Kosova mos ta përjetoj një luftë që shikon përjetuar, edhe mos ta përjetoj kjo rinin teme. Që kem kalu na, jo vetëm unë, por shumë pjesëtar tjerë, që ka pas dhe matrison. Fillimisht, po du me ta cek tash se tash i kemi ata mujtë e rëndësishëm që i kujtojmë dëshmorët, sidomos nesër kemi datën më të veçantë të operacionit Shigjeta, ku është zhvilluar një betejë e ashpër në zonën operative të Pashtrikut, ku i kujtojmë me krenari, me dashuri të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për këtë vend që ne gëzojmë sot lirin. Kemi pas humbje çdo cep të Kosovës. Më thonë, nuk po të flas tash vetëm për Drenicën apo Dugazhinin. Kemi humb djemt më të mirë të këtij kombit, kemi humb vajzat më të mira të këtij kombit. Kemi pas nana maltretuar edhe dhunuar. Kemi pas fëmijë që tash do të ishin në moshën tonë që kanë humb jetën si martir apo t'i quaj si dëshmor. Nuk është e lehtë, Gresa, po të thamë edhe herë i kujtoj me dashuri, me krenari, po ka herë edhe me mërzi. Dëshirën për ta mbrojtur Ardheun e kishte mësuar nëpër Oda Burrash dhe në mendje kishte fjalinë se duhet të vdes për Kosovën. Por në më vonë e mësoj se duhet ta bëj armikun të vdes për Kosovën, pasi Kosovës ai i duhej i gjallë. Para plumit dhe para Zotit jemi të gjithë njëjtë. Plumi dhe Zoti nuk zgjell. Të gjithë kemi pas vdekjen mi kokë. E kemi qenë të vetëdijshëm se sot mund të jemi bashkë, nesër dikush nga grupi jonë do të mungon. Ato kemi pas të vetëdijshëm që nga dita e parë. Kam shok që sot nuk i kanë në gjymtyrë të trupit. Edhe kur e kujtoj shokin tjetër që se kemi hiç në mesin tonë, ky që si ka gjymtyrë është një gjysmë dhimbje. Se jeton në mesin tonë dhe e kujtojmë edhe dhimbjen, edhe sakrificën, po edhe mungesën aty në shokëve tjerë. Në to drejtën kurse kësha menduar, s'm ka shku mendja që do ta shej lirin. Nuk kam hiper me shiu lirin, ta them drejtën kështu me sinqeritet shumë plot. Çdo ditë kam menduar kur do të më radha ime me shokët që kam, ka cilët do të jem në rend tash për më vrap. Unë kam pas thonë një fjalë, po ta them para se më pyet. Kur e kam taku për herë të parë generalin e ushtrisë shqiptare, Kudisilamen në brezin kufjetari, shumë të përgatit me thy kufinin, nga ja dashuria për Kosovën që kemi dëgjuar për Oda, nga moshmet tonë, që do të me vdek për Kosovën, e ka qenë shumë gabim. Edhe unë me këtë krenari i prezentuara me general Babushin, e kemi thonë, se më bëni pyetje çka po bën ti këtu qiri. Tash ka marrë me vdek për Kosovën. Atë nuk ka lë gjaba, më thonë veç as më karrej. Me bërtima, me mos e thuj tha këtë fjalë më kështu kur, as mos ta dëgjojon as tjetri. Bëja tha armikun me dek për Kosovën, ti dush Kosovës i gjallë. E kjo ka qenë një farë motivimi që është mirë me urujt, është mirë me bë armikun me vdek vend tonë. Po thash më herët, para plumit, para Zotit jemi të gjithë njëjtë, ata nuk zgjellin. Jam me fat, me gjysmë fat që jemi gjallë, mesin e juaj, po e vërteta është që shok në mungojnë shumë. Me të vërtet në mungojnë shumë. Fillimisht në zonën e Laushës e më pas në zonën e Dugaxhinit, Ridvan Tahiri e quan fatin më të madh të jetës që ka luftuar për këtë Nasim Agron e Daud Haradinajt. E kur flet për Agron Haradinajn, lotët e tradhojnë. Pasi atë thot se e ka pasur më shumë se prind, me humbjen e të cilit nuk mund të pajtohet asesi. Në fillimisht tregova që kemi qenë në Drenisë në Laush, kur kanë qenë grupi Moskov, deri disa muaj pas u vrapa si adem. Tani jam detyru me lëshu zonën e Drenicës për arsye të vllavë tim të voglit që është dashur me deportu dikun për shërim
urgjent, ku kam rreziku jetën time dhe vllavt për me shu deri në Malzi. Në Malzi e kom gjetë një doktor privat për të shëru, me një pjesë shërimit. Atëherë kam hinë komunikim me agjen, me vllaznit në Gjermani që duhet patjetër të deportojmë për Gjermani dhe më ka me nejt 3-4 muaj thuaj se në 0 dhe e kam bo transportimin e tina për Gjermani. Edhe në këty kam hinë zonën e Dugagjinit, ku ka pas fatin më të madh të jetës time, që kam taku njerëz si general Nasim Haradinaj, Agran Haradinin që kam pas e pror, po mbi të gjitha kam pas më shumë se vlla, më shumë se prind. Ku mungesa tina vërejton çdo ditë. Përveç të unë dhe të familjarët të vetë, po agroni mu mungon më shumëti. E kam posë si prind. Agroni kam hup që 3 vjetë, për një smundje stronë, po s'pajtojnë akur. Tash i kem këta mujtë, ku në mungojnë shumë. Bashkëftetarë, shokët. Shkojmë i vizitojmë në Përvarreza, i kujtojmë, po është ta mërziya tjetër kur ja shef familjarët, të shohim familjarët ty. Në fakt, unë po vlas për vete personalisht, ndoshta e mendojnë edhe tjerë si unë, sari shovorët të dëshmorët, thamë unë ka mujtë me konë ato, ata kanë mujtë me konë jashtë, të më dërë mu. E kështu që ata që s'ja din vlerën kësaj lirie, mirë të ata për vete. Tahiri, i cili ka qenë pjesë e operacionit Shigjeta, kujton kur mori vesh lajmin se Kosova po çlirohej. Lajmi kishte qenë një përzierje mes gëzimit e hiderimit për humbjen e shokëve në luftë. Kam qenë bashkë me herojnë e kombit tashme, Agran Haradinin, në zonën operative të Pashtrikut, pikërisht në operacionin Shigjeta, ku ka qenë një operacion i koordinuar mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me shtabin e përgjithshëm të TSHK-s. Ka qenë planifikuar edhe për amerikanëve edhe për neve, ku ka qenë edhe vetë Agran Haradini, koordinatori kryesor i NATO-s dhe TSHK-s. Pikërisht ka qenë kjo betejë, goditja më e tmerrshme që ka përjetuar ndonjëherë Serbia në fushë betejat e Kosovës, ku edhe ka detyruar që ta pranoj ta nënshkruaj marrëveshjen për paqe. Në atë zonë kam qenë, në atë operacion kam qenë kur është marrë vesh që Serbia po pranon tullet në Tyrezë të nënshkruaj marrëveshjen për paqe dhe të tërheq forcat. Ka qenë e gëzimi se gjakdhera po përfundon. Po të ishte ai hidhërimi se kishëm shokë që na kishin vrarë gjysmë ore ose 1 orë ose 1 ditë më herët. Hidhërim dhe mërzi jashtëzakonisht e madhe, se nuk mujtën me mbjetu të paktën lirin. Gëzim, hidhërim. Gëzimi më i madh ka qenë për popullatën civile për arsye se ta kemi të qartë një. Popullata civile kanë vujt shumë në Kosovë. Ne që kemi pas armatim, kemi pas pushtë në dorë dhe kemi qenë në frontin, ne kemi ditë që për çka kemi dalë dhe vdekja të pret. Po qytetarët civilët më shumë, të fëmijët, ata kanë ikë më shumë, ata kanë vujt më shumë. Ata meritojnë lirinë më shumë se na. E pavarësisht kontributit në luftën për çlirimin e Kosovës, shumë njerëz shohin e ofendojnë çlirimtarët. Po e Ridvan Tahirin kjo është e paplanueshme, teksa thotë se sharjet nuk i blet asnjëherë nga shqiptarët, megjithse Serbia edhe e kërcënon me vdekje. Ati që si ka dhimt, gjatë luftës nuk e dham edhe pas luftës. Nuk e ka problem ai. Tash edhe më herët, fol gërbeqarëve, fol diasporës, është zhvilluar edhe lufta e Kosovës. Të gërbeqarëve që kanë qenë kombëtar edhe kanë qenë edhe dashës që ne kanë ndihmuar me financa, se pa financat e tyne ne nuk do më shumë ta zhvillonin luftën në duar thotë. Po janë disa që as nuk kanë ardhur me i dalë ndihmë popullit vet, vendit vet, familjarëve vet, mbi të gjitha familjarëve vet. As nuk kanë jap asnjë kontribut për këtë vend. Ata shohin e fyll më shumë. Se i ka ardhur koha dhe ato me pyet dikush se çka ke bërë për Kosovën. Garant e pyet fëmia i vet. Edhe nga i natë edhe nga mlefi nuk ka shka me thonë. Tani vërsolu këtyne që i kanë dhonë gjymtyrë të jetët. Dhash Zoti, po e thonë prapë, Gresa, kur mos të përsëritet më lufta në Kosovë. Kur kjo rini mos përjetoft atë që kemi përjetuar rinia jonë dhe gjeneratët e jonë. Dëshira jam është të shoh të bashkum, të shoh të lumtur,
pa fyrje, pa përçarje. Këto përçarje që pe i bojnë ditë sodi, këto fyrje, besoni ose jo, nuk do t'i qojnë askund to. Përveç që do të krijojnë hasmeri mes vete edhe të lashe probleme. Unë e di që do të më shon dikush edhe gjatë kësaj intervistës, nëse kam problem heq atë. Në të më shon derisa ta takoj. Një ditë do të takoj. Vetëm në përgjigje do t'ja kërkoj çat kombo që më shon. Unë e di që pres më shoh Serbia dhe nuk më ndon të më shoh serb në për rrjetet sociale. Kërcënojnë me vrasje, ku më kanë kërcënuar edhe me vrasje nga shërbime sekrete serbe. E me komente, me shkrime, çdo ditë më çojnë, ke me të vrarë, ke me të bëj. Pe ty ne i pres, po pe shqiptarit tëm nuk e pres. Fyrin edhe sharjet që i bojnë të kur si kisha prit. Edhe ka erdhëm inshallah më zot nuk janë shqiptarë ta që po shohin po fyn janë serb, po din me shkruaj shqip. Sipas ti, ata që ofendojnë Ramush Haradinajn, Daud Haradinajn, Nasim Haradinajn, Fatmir Limajn, Hashim Thaqin e Kadri Veselin nuk kanë gjak shqiptari. Ai thotë se ata mund të fyhen duke mos i votuar në zgjedhje, por jo të quhen tradhtar e kriminal. Ndonë se thotë se nuk pajtohet me politikat e Albin Kurtit dhe nuk e voton partinë e tij, ai kur nuk do ta ofendon të atë. Të gjitha përçarjet mes popullit thotë se po e detyrojnë që ta mendoj largimin nga Kosova. Me fyra Ramush Haradinin, Daud Haradinin, Nasim Haradinin, Fatmir Limen, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, për besë, unë aty një thamë nuk janë gjak shqiptari, po të thamë publikisht. Mundesh me thonë me fy politikisht, i pa ditur, mundesh me thonë hajnë, që kanë zakon shqiptarët, me thonë dikoj hajnë, pa e di se që ka vjedhu. Po me i qujtë tradhtarë, me i qujtë kriminal, për zotën kjo është e patolerueshme. Mund vje marre kur lexoj si komentësh. Sot e 700 vjet me mjap zoti Ymer kur nuk e shoh Albin Kurtin, edhe pse se votoi partinë e tij. Kur nuk e shoh. Nuk mund na më shoh njërin politikisht pse jemi të njëjtit mendim. Vetëm në shore fyrë mund jam mos më shit votën. Për marr shembull, edhe ti, dash me fyra Mushin, Hashimin, Kadrin, Fatmirin, mos jap shit votën është fyrje. Apo do më shoh, po jo më shoh publikisht. Deri sot nuk më ka bova ki edhe nuk toleroj as veten as familjarët e mi me shoh dikan për arsye politike. Për shkak pja shoh njerin nanën apo pja ofendon fëmin apo gruan, pse nuk është njëjtin vijë me ty mendimet politik. Kjo vetë na ndodh. Kjo është të turpshme zendo. Po të flas për gjithë militantë e partive. Është të turpshme edhe kanë rro këtu që me të vërtetë ku më thon shumë herë në për gjitha intervistat, Kosova nuk e lëshoi për asnjë çmim tjetës. Kanë rro këto fyrje, këto sharje, mujtë e fundit që i pesha dojnë më më detyru me lëshu Kosovën. Një vend që e kom dasht, kom jetu, edhe pa bukë edhe pa ujë, edhe pas luftës, kom hek. Prapse kom lëshu Kosovën, se kom pas ofertë të gjithë botën me shku me punu për shkak të profesionit mirë që e kam. Jo kom thonë gjithve që du mi shërby vendit e më popullit tem. Po tash ma kanë pru shpirtin në fyt me këto përçarje kur pesha, se mu personalisht më kanë basi gjë. Kur pesha me zvejtë të shoh të fy, me të vërtet vesh kur një ditë jafshuj në statun se bëkshë lëshova Kosovën. Ofendimet e sharjet thotë se sot bëhen për të marrë vota më shumë, derisa vlerëson se nëse vazhdohet kështu, shqiptarët do të përballen me trazida. Dëgjom sot për mos gjetë deputet, ose për me marrë vota shumë, dush me shallë me fy. Dash me kondi kushi. Unë i kom bërë të deklarate skandaloze, edhe çlirimtare dhe zullumçare atëherë. Çfarë zullumit kom bën se ti i ke qujtë të gjithë çlirimtarët zullumçar. Çfarë zullumit kam bën? Kujt e kam bën zullum? Nëse tentoni me fitu vota, tu i shohë, tu i fy tjertë. Grani. Vesh fundin, besoj, inshallah nuk është ashtu që shpo menojnë mi ardhë fundi këtyne. Fundi kom ardhë në këtë Kosovë, që shpo analizoj me trazira dhe lavrasi. Inshallah nuk ndodhë më rëzot. Nuk kam qef me pasi shqiptar të vra me zveti. Po që jam ka ishte deklarata skandaloze mes politikanëve, të përqa njëri me tjetrin, për zotin janë të i bo thire për lavrasi. Po të pësojnë ata. Duke njohur fushën e sigurisë e terrenin malor të Kosovës, prej 7 vitesh ai punon si vullnetar në kërkim shpëtim, me një grup që nisi me 10 persona e tani numëron mijëra të tillë. Kritikët e ka bërë për dashurinë për vendin. Po kjo është ajo dashuria e këtij vendi që thash më herët që e du këtë vend për një me. Grupin e vullnetarëve kemi kriju me disa shok pa kur far interesa financiare.
Ne jemi vetëm grupi vullnetare e popullit, ta quajt popullit edhe të bamirësisë. E kam kriju grupin që 7 vite. Kemi pas me qindra operacionet kërkim shpëtimit, në bashkëpunim edhe me shoqatat që janë hap për kërkim shpëtim. Kur nuk më ka shumë menja këtij vendit me i lyp diçka, ose me i marrë diçka. Thjesht e kom bat bamirësi, sepse kam mujt, e kam njoft terrenin, e kam njoft fushën e sigurisë, kam mbledh njerëz afër vetes të cilët e njohin fushën dhe natyrën e Kosovës, edhe kemi kriju një grup njerë me 10 veta, kemi arrit me mija vetat në grumbullohemi. Pra po thami kam shërbyer për vetëm dëshirë, që e du Kosovën, e du këtë popull. Rastet thotë se janë të gjitha të vështira, ku ka ndodhur që deri në 1 muaj kanë qëndruar në natyrë dhe përgjegjësia natyrisht që është e madhe. Të gjitha rastet janë të vështira në operacionet kërkimit në natyrë, pa edhe ato në urban. Ka pas raste ku kemi qëndru ka 10 ditë, 2 javë deri 1 muaj në natyrë, tu kërku për trup të gjallë, dikur kemi hasë trupat vdekt. Rreziku është natyra e Kosovës për arsye se ne jemi një vend i dalur nga lufta dhe në shumicën e zonave brezit kufitar kur kemi pas operacionet kërkimit, kam apelu te grupi i kërkim shpëtimit vetëm ata që e njohin terrenin mirë të na bashkangjitën, që janë të asaj treves të hasit për arsye të minave. Tash mi martin 200 djemë, 3 vajza me vetin mal, edhe më të lëndu njoni, zoti mos e bafi, më të ranë mine se diçka është përgjithësi shumë e madhe, edhe morale, edhe do të mi dalë prindit për bala, do të më balafat shumë vdekin e familjarit time. Kam nejt në angth, në frikë, në stres, deri sa më kanë këthy pjesart e grupit vullnetarëve në pikën, ku e kemi pas pikën grumbulluese. Edhe shumica më bëshim se po e merra strategjike, nuk është lehtë për mua, m'ja marr dikuj djalin apo vajzën prej shtëpisë dhe më thonë hajde kemi bënë operacion të kërkimit. Është përgjegjësi shumë e madhe gres. Ka herë lodhja nuk lodhas shumë, kur e ki frikën se mos po t'i ndodhë diçka një pjesarit të grupit. Nuk kom pas raste, me një rast në Maleshev, ku kemi operu me një mal shumë të rrezikshëm të quaj për kafshë tegra, kam detyru të gjithë që çdo 3 minuta të më komunikojnë në radiolidhje, që të më përgjigjen në mirë apo jo. Më thonë ka qenë stresi jashtëzakonisht ekstrem. Nuk ka punë e lehtë edhe për familjarët. Me dalë familjari vetë për shtëpisë, e mos më kthy ka 10 ditë. Në borë, në shi, ndoshta edhe pa bukë pa ujë. Kur personat e zhdukur gjenden të gjallë, për Tahirin është gëzim i madh, por një gjysmë gëzimi thotë se është kur gjenden edhe trupat e vdekur. Kur i gjejmë gjallë është gëzim shumë i madh, se gëzohemi ne më shumti, kuptohet, familjarët gëzohen më shumti, po edhe na gëzohemi as shumë se e konsiderojmë rastin kur e marrim si familjari joni. Domethënë e marrim shumë ndjenja me emocione. Po edhe në për raste me fatalitet, trupat vdekt, është një gjysmë gëzimi se tek e fundit luftë me natyrën nuk mund fiton kërkush. Është Zoti ai që vendos për fatin tonë dhe natyra se atë jetojmë apo të vdesim. Ka pas raste ku kemi luftu ta gjejmë të paktën trupin e vdekur. Edhe kemi arritur është një farë gjysmë gëzimi. E shumë raste tjera jemi nisë për mi mbledh të vdekur na kanë dalë gjallë. Janë ndjenja të përzime, gëzim, hidhërim, gëzim, po në fund me konë një sukses i mirë, edhe mu kthy të gjithë shëndosh i mirë shpi. Dëshira e tij është që të ndalet përçarja në popull dhe në politikë, që liderët e bashkohen e popullit të jetë i bashkuar, pasi kemi një armik që nuk pyet për asgjë. Për me dash këtë vend, e vetmja mënyrë është edhe për më mnal me jetun këtë vend, është të ndalohet përçarja mes vetë, sharjet dhe fyrit. Jem gjendje mi shërby prapë, edhe jem të i shërby, po kam i shërby derisa të vdes t'i vend dhe t'i popullit. Nëse ndalohen këto, mua që më shko mendja me jetu dikun jashtë. Po nëse vazhdon kjo përçarje mes vetë edhe kjo fyri që shpeshon në popull, për Zotës s'kam jetë asnjë gjatë. Nuk po du mi rritë fëmin, me këtë që me thonë, me këtë fyrje, këtë idhnim, këtë katastrofë. Zdi. Dëshira e më e madhe, që që kom dash Kosovë nuk është. As nuk ka qenë. Po tash, sidomos që të fazën kritike ku jem, dëshira e më e madhe kështë pas
e kisha pas me po të bashkum, lidert politik, të janë të lidhën për njëri tjetrin sepse ne kemi një armik që ai nuk të pyet, ai e opozit. Nëse na vërsulet, ku më na fshit gjithëran. Pa na zgjedh kush me cillën parti. E kështu që është mirë armike nëse na mësyn me na po të bashkum, po s'ka nevojë me na mësyn, nëse na shoh të bashkum nuk ta mësyn kërkush. Po për momentin që shoh ky popull i përçarë, nuk ka nevojë armike mu fut me tenkë këtu mbrana. Me pak njerëz hin ta përçon edhe mas di Kosovën. Faktikisht veç e ka përço. Kjo është ai mesazhi im, inshallah më rrezot e nxat ditën kur i shoh krert e shtetit bashkum edhe popullin e bashkum që mos janë aq të përçam. Se këtë popull e ka mbret që e bën bash vetëm lufta, skamja dhe pandemia. Ja fshta dashurinë në ekstrem. Krejt në fund, ish ushtari i UÇK-s, Ridvan Tahiri, ka një mesazh për të gjithë të rinjtë e Kosovës. I lutëm Zotit prej tokë deri në qiell. Kjo rini që sot jeton në Kosovë, që është e lindur pas luftës. Kur mos ta përjetojë atë që kemi përjetuar na gjenerata jonë. Jetofshin në liri, jetofshin të lumtur sa do jeta. A kur në luftë ju. Po mesazhi im është dunë njëri tjetrin, bënë gati për gjithçka. Neve na kanë zonë pa përgatit, po ju t'jeni gati. E për me qenë gati, du të me qenë bashkuar dhe dashur, me vetë.